Faza e parë e planit të presidentit Donald Trump për paqen në lidhjen e mesme u zbatua me sukses. Pas tërheqjes së ushtrisë së Izraelit në linjat e caktuar, Hamas liroi të gjitha pengjet e gjalla dhe rikthen pengjet e vdekura. Presidenti Donald Trump ndodhet aktualisht në Izrael dhe do vizitojë dhe Egjiptin me një mesazh të madh. Fillim i ri. Kjo marrëveshje është rezultati një përpjekje të jashtëzakonshme i triumfit të një diplomacie eficiente. Është një nga aktet më të vështira të regjistruara ndonjëherë në historinë e diplomacisë. Është nofta një sukses i pa shoq. Në të vërtetë, kjo marrëveshje bën lidhjen e mesme në të sigurt dhe një fillim i ri, por popujt e rajonit është një ardhmë krejt tjetër, një ardhmë e ndritur që ato meritojnë. Duhet të theksojmë me këtë rast se në këtë proces ka patur një seri momentesh, por do veçoja moment kulmor, gjunjëzimin e Iranit nga bombardimi i reaktorëve i zonave ku ai pasuronte uraniumin. Dhe ndërprerja e luftës pas këtij bombardimi midis Izraelit dhe Iranit. Pra, sot në Sharm el Sheikh ka një konferencë ku marrin pjesë 20 shtete që do kontribojnë për paqen dhe rinërtimin e Gazës. Le të shpresojmë dhe të urojmë që fillimi i ri të jetë kapitulli më i bukur që ai rajon ka njohur në historinë e tij. Kosova dha një leksion të madh për Tiranën, për Beogradin dhe për të gjitha autokracitë e rajonit. Zhvilloi zgjedhje të lira, të drejta, dinjitoze,